Mos i bëni këto gabime me perdet tuaja. Shumica e njerëzve mendojnë se është thjesht një copë që mbulon dritaren, por në fakt është shumë më tepër. Gabimi i parë, perdet shumë të shkurtra ose shumë të gjata. Ato prishin pamjen e të gjithë dhomës. Gabimi i dytë, materiali i gabuar. Për dhomat ku doni dritë, përdorni materiale të lehta, jo bllokues total. Gabimi i tretë, shepja jo profesionale. Një perde që e përkeq humbet formën dhe bukurinë, edhe nëse materiali është cilësor. Gabimi i katërt, nuk përputhen me stilin e ambientit. Perde moderne në një dhomë klasike ose kundërta e bëjnë gjithçka të duket e çrregullt. Gabimi i pestë, zgjedhja vetëm sipas çmimit. Kursimi i momentit kushton më shtrenjtë, sepse perdet e dobta nuk zgjasin dhe duhen ndëruar shpesh. Këto janë gabime që i kemi parë te qindra klientë përpara se të vinin tek ne. Dhe ne i ndihmuam të bëjnë zgjedhjen e duhur. Kemi ndihmuar mbi 5000 shtëpi dhe hotele të zgjedhin perdet perfekte. Dhe tani është radha juaj. Na shkruani sot për perdet tuaja të personalizuara. Mos gabo, zgjidh vetëm gjelgjit tekstil për perdet e tua.